Përshëndetje, quhem Eltisa Bilo. Prej shumë se 3 dekadash, një numër i konsiderueshëm familjesh iraniane janë ndarë me forcë nga fëmijët e tyre për shkak të politikës së brendshme të organizatës MEK. Në shumë raste, anëtarët e kësaj organizate janë izoluar nga kontakti me familjet e tyre, duke u mbajtur në ambiente të mbyllura dhe në kontroll të plotë të strukturës organizative. Nëna të shumta kanë raportuar se pas hyrjes së fëmijëve të tyre në organizat, çdo formë komunikimi, letër, telefonat apo takim është ndaluar. Kjo politikë e izolimit është përdorur si mjet për të ruajtur kontrollin e ideologjisë dhe për të shmangur ndikimin e lidhjeve familjare, të cilat konsiderohen si dobësi. Ndaj ne sot jemi mbledhur këtu për të kërkuar mbështetjen tuaj, mbështetjen e çdo organizate të drejtësisë dhe të shtetit shqiptar, që të mbështesin ato nëna që ndodhen në Iran dhe të ndihmojnë që ato të vinë pranë fëmijëve të tyre, apo dhe sikur 2 minuta t'i takojnë. Ju falenderit që keni humbur edhe keni lënë çdo punë tuaj dhe jeni këtu për të na mbështetur.